Ju përmendët cënimin ose jo të sigurisë kombëtare, e cila është një temë shumë e rëndësishme në fakt në vetvete. Mendoj që ky atentat nuk ka cënuar sigurinë kombëtare në vetvete, por ky atentat na tregon se konglomerati i politikës, krimit, aferave të pista, bandave, drogës, i gjitha së bashku, na cënojnë jo vetëm sigurinë kombëtare, por na cënojnë deri edhe tek mënyrën e jetesës. Sigurinë e të gjithëve ne në çdo moment, në çdo vend të vendit tonë. Pra, një vend aq i populluar, që nuk është i vetmi fatkeqësisht. Pra ne kemi pasur vrasje në blok, kemi pasur vrasje në zonat dendura brenda qytetit, kemi pasur vrasje në Tiranë, Durrës, në Vlorë, në Fier, kemi pasur gjyqtarin i ndjeri brenda në gjykat. Dhe kemi pasur vrasje që nuk i kemi marrë dot vesh. Personazhe të njohur të botës politikës dhe të ekonomisë shqiptare, të cilët janë vrarë dhe nuk u mor vesh kush i vrau.